Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në Kruj, në një nga shkollat që deri para disa kohësh gumëzhinte nga zhurma e nxënësve. Jemi në lagjen Berbere, është një shkollë e mirënjohur që ka nxjerr breza të tërë. Shkolla ka disa vite që është mbyllur. Ktu ka qenë dhe kopshti, ndërkohë që me këtë vitin e ri është mbyll dhe kopshti. 100 metra më tuti është kalaja e Krujës, siç shikoni me ato masivin atje. Jemi në atë që quhet zemra e qytetit Krujës dhe këtu është mbyllur shkolla. Nuk jemi as në fshat, jemi në një nga lagjet pas kalas së Krujës. I gjithë kjo borë ka qenë me nxënës dhe këtu gumzhinte gjithçka. Ndërkohë tani i është vendosur dryri, siç e shikoni aty, dhe ka mbaruar çdo gjë. Më thon banorët e kësaj zone, nga cilët kanë pas shumë telefonata, që fëmijët e kësaj zone këtu shkojnë tani tek shkolla numër 1 dhe bëjnë në mësim. Mbyllja e këtyre shkollave është pikërisht ajo që quhet agjend për shpopullimin e Shqipërisë. Hiqi qendrat shëndetësore, hiqi shkollat dhe njerëzit do detyrohen të largohen nga Shqipëria. Thonë që nuk ishte fëmijë, prandaj u mbyll. Atëherë ku kanë shkuar fëmijët? Kanë nikur me prindërit e tyre jashtë shtetit. Kruja është një nga qytetet që në orën 5 mbasdite nuk ka as pleq, as fëmijë. Dhe si pasojë e shpopullimit vjen edhe shkolla e mbyllur, siç jemi këtu në lagjen Berbere.